Rekonstruksioni I plot I shkollës Ndremjeda në Shkodër po ecën me ritme të shpejta, fal financimit të Bashkisë Shkodër. Inxhinieri Adrian Kalamishi bën me dije se ndonse përfundimi I punimeve është parashikuar për muajin janar të vitit të ardhshëm, 2 brigade speciale po punojnë me kapacitet të plot për të përshpejtuar procesin, me synimin që shkolla të jetë gati që në nisje të vitit të ri shkollor. Ne të punojmë me intensitet lartë, për arsye se kemi futur dy brigade të veçanta në pjesën e vjetër që do të bëhet rekonstruksioni dhe në pjesën e re. Dhe besoj se do të ecën paralel me të dy ambientet njëkohësisht. Ne të mund me kry sa më shpejt që të arrijmë para afatit, mund të kry në shtator që të jetë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Punimeve I është shtuar edhe ndërtimi I një godine të re, e cila do të përfshijë kopësht dhe disa klasa shtesë. Inxhinieri Kalamishi theksoi se të gjitha ndërhyrjet po realizohen sipas standardeve më të mira dhe do të garantojnë kushte bashkëkohore si për nxënësit, ashtu edhe për stafin pedagogjik. Punimet janë të ecë me intensitet të lartë. Kjo konsiston në rekonstruksionin e pjesës vjetër dhe një shtesë që do të bëhet në pjesa re. Pjesa re që do të bëhet shtesa është një ndërtesë nga fillimi me konstruksion betonarme 4 kate dhe shtohet një kopsht me 2 ambiente plus çdo ka 4 klasa shtesë dhe ambientet e banjës, ambientet dhimbse me pjesën e drejtorisë në drejtorisë të samit të tjerë. Ky investim është pjesë e një ndërhyrje më të gjerë që Bashkia Shkodër po realizon në disa shkolla të qytetit me qëllim rritjen e cilësisë së infrastrukturës arsimore dhe ofrimin e kushteve më të mira për nxënësit dhe stafet arsimore.